وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. Allah subhanahu wa ta'ala falenderojmë, salavatët dhe selamet për pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojmë. Vlezër, do të fillojmë me një hadith. Ky hadith është shumë hadith madhështor, hadith me vlerë të madhe. E kanë nxjerrë këtë Imam Ahmedin Musnedin e tij, po ashtu edhe Tirmidhiu dhe Nesaiu, këto të dinë sunenet e këtyre të dire. Ky hadith edhe fillimisht fillon me mënyra të ndryshme sipas librave në të cilët gjenden, si Musnedin e Imam Ahmedit, po ashtu edhe në Sunenin e Tirmidhiut dhe Nesaiut. Thot hadithin e përcjell Shaddad ibn Aus radiallahu ta'ala anhu, thot kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna an naqul. Thot Shaddadi, ki sipas në sunenet si zgjidhet, këtë mënyrë fillon, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na mëson të neve këto fjalë që ne gjithmonë t'i thonim. Musnedin e Imam Ahmedit fillon hadithin ndryshe. Ja Shaddad, idha ra'ayta an-nasa iktanizu adh-dhahaba wal-fiddata faknis anta hadhihi al-kalimat. Në Musnedin e Imam Ahmedit fillon, thot Muhamedi alayhis salam më tha një ditë, o Shaddad, nëse i sheh se njerëzit vrapojnë ti tubojnë apo vrapojnë ta mbledhin pasurinë e arit dhe të argjendit, do të thonë shiqoni vëllezër, ari dhe argjendi edhe në atë kohë ka pas vlerën e tij, edhe njerëzit kanë vrapu. E Muhamedi alayhis salam i thot Shaddadit, o Shaddad, ti dhe të tjerët kur ti shihni se njerëzit i kushtojnë rëndësi tubimit, grumbullimit të arit dhe të argjendit, ju thot të boni këto fjalë. Ju vraponi që ti mirni, ti mësoni dhe ti zbatoni këto fjalë. I thonë vëllezër këto se për fat keq sot dësmundjet cilat kanë qenë në vendet tjera, sidomos në vendet arabe, kanë fillu pasaj tek smundje që ka të bën me mësimin e fesë apo drejtimin në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, ka qenë edhe në vendet tona, kjo lloj smundje ka qenë, ndoshta pak është zbeht, por tu tash në Gjermani sidomos me të madhe e shehrinin të umar me dietarët e botës islam. Vallahi nuk din me lexu Kur'an, ose nëse din të lexojnë Kur'an, nuk din diçka përmendsh apo s'din tajvid. Imagjino ti kur një gjahil, cilit me ja hek elhamit ato fethat dhe kesrat, nuk din të lexone. Zhitet për dietarët më të mëdhej të botës islame, ti paragjikone, thotë ki far dietari Othman Khamisi është bidatçi, ai tjetri Abdulaziz Trefi është kështu, ai kështu. Vallahi nuk është ajo vrima ku vendohen ato si xhimat tek kpuca, nuk meriton të jetë e atyre dietarëve. Por ja pra sot, kjo është me të madhe duke u debatu, edhe në mesin tonë, vëllezër, prej rinis. U kësajmë do t'i kushtoj inshallah në të ardhmen edhe një temë tjetër, edhe atë në gjuhën gjermane, parasije se është çështje e frikshme. Fillon çështja me bidat, duke i nxjerrë njerëzit ki bidatçi, ai bidatçi, duke i nxjerrë nga feja, pastaj prej bidatit arrin deri te tekfiri. Arrin deri te tekfiri. Dietarët e mëdhej, cilët natën edhe ditën ja kushtojnë fesë Allahut subhanahu wa taala, thrasin rrugën e Allahut xhelleshanu, vin një gjilipter, tamam gjilipter, që i gje me të vërtet fare nuk ka qenë as musliman. Elhamdulillah është udhëzu, por udhëzimi i tij ka defekte. Ka hinë fenë islame, apo i tjetri as pak nuk ka qenë fenë islame, por u ka udhëzu, edhe me njerë çka mirën, ton natën duke shkrujt kundra dietarëve, duke i vëndu dietarëve iksa, këto mos e shikoni, këto mos e ndigjoni. Ki gjehel është gjehel i nditur. Prej kuj? Prej fëmijëve të cilët akoma i kanë dhomët, apo era akoma qumsh të vjen, flasin për dietarët e mëdhej, Ibn Asakir i thot kini kujdes se mishi i dietarëve luhumul ulama i mesmum, gjaku i dietarëve është i helmum,
mos prekeni ati. Pse se do të helmoheni kur flet dikush për dietarët. E Muhamedi alayhis salam, siç i ka mësuar shokët e tij, thotë ja Shaddad, idha ra'ayta an-nasa yaktanizuna adh-dhahaba wal-fidda faknas hadhihi al-kalimat. O Shaddad, kur ti shohësh njerëzit që vrapojnë, tatubojnë arin dhe argjendin, mlidhi ti këto fjalë. Kushtoj rëndësi këtire fjalëve dhe zbatoj, mësoj, kuptoj dhe zbatoj. Tha Muhamedi alayhis salam, kush janë këto fjalë vëllezër që qenë kanë më me vlerë se sa ari dhe argjendi? Tha pejgamberi alayhis salam, thoni. Dhe këto fjalë Muhamedi alayhis salam i ka thonë edhe në namaz, i ka thonë në sejdë, i ka thonë në tehiyat, i ka përmend këto fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ath-thabata fil amr wal-azimata 'ala ar-rushd wa as'aluka shukra ni'matik wa husna ibadatik. Mirë është me thonë amin se duash. Wa as'aluka lisanan sadiqa wa qalban salima wa as'aluka min khayri ma ta'lam wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam wa astaghfiruka mimma ta'lam innaka antal allamul ghuyub. Këto janë vëllezër fjalë më të mira dhe më me vlerë se sa ari dhe se sa argjendi. Çka fjala e parë? Allahumma inni as'aluka ath-thabata fil amr. Or Allah kërkoj që të mbësh të vendosshëm në çështjet e fesë. Mos jem i luhatshëm. Mos jem i luhatshëm. Prandaj Muhamedi alayhis salam në sejdë cilën dua e bante, ja muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, ath-thabata fil amr wal azimata ala ar-rushd, dhe të jem i vazhdueshëm në punët e mira. Kjo azime ala ar-rushd tu ka të bënë, thonë dietarët, edhe në punët e dinjos. Nëse një çështje e dinjos është edhe punë e mirë, punë e hajrit, punë e dobishme, sjell dobi, kapju asaj pune. Qëndroju asaj pune, mos u bë labil. Valla su në nisi këtë punë, a ki dobi prej asaj, a është punë e mirë, a ju sjell tjerëve dobi, qoftë zanat, qoftë profesion, pa marrë çka tjesë, wal azime të ala rusht, azime, tjesh i qëndrushëm në ti. Ja valla sot këtë punë, mas njave e ndrova, mas një muja që, ankova që fajnë e kisht aj, ki kështu e gjëja tjera, ja, besimtari duhet qëndrone. Sin punët e ahiretit, sin punët e dinjos duhet jeti qëndrushëm. Ja me qonë labirë, me lujt era ka donë ajo, një ere vogël, e nëzori prej rrugës së drejtë. Pastaj, wa as'aluka shukran ni'matik, dhe kërkoj të më mundsoj që të jem falendërues ndaj mirësive të tua. Allahu çka ka thonë, la in shakartum la azidannakum. Nëse jeni falendërues, unë të mirat e mia kam me ja ushtu juve edhe më tepër. Wa as'aluka shukra ni'matik. Pastaj vazhdon hadithi, wa husna ibadatik. Falendërues ndaj te jem ja Rab, edhe të ta bëj adhurimin më të mirë. Çka është adhurimi më i mirë? Të adhuroj ashtu në atë mënyrë që na ke mësuar ti dhe na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa husna ibadatik. Pastaj wa as'aluka lisanan sadiqa. Të kërkoj të më mundsoj që gjua jeme të jetë e vërtet, kur të flasë drejt. Lisanan sadiqa wa qalban salima, dhe ta kem gjithmonë zemrën e pastërt. Prandaj Allahu xheleshanu çka thot? Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Atë ditën e gjykimit nuk i sjell dobi askujt, as parja, as evladi, as pasuria, as posti, pos ai që i vin Allahu xheleshanu çka? Me zemër të pastërt, me zemër të drejtë dhe të sinqertë. Pastaj wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Të kërkoj të më mundësojsh të më japish hajrin që ti e din. Shiqo vëllezër, pse këtu hajrin që unë e kërkoj nuk është pyetja. Wa as'aluka min khairi ma a'lam. Ti ai kërkon Allahu xheleshanu disa herë hajr, ora unë më mundësoj këtë punë, mendon se është punë e hajrit. A këtu çka bën? Ja le Allahu xheleshanu këtë çështje në dorë. Ora Allah kërkoj hajrin të më japish cilën hajr? Atë që e din ti se për mua është hajr. Sa herë ne kena menduar se për kësaj pune vin hajr na ka dalë sherr. Pse? Kur e kena ngul kokën aty, nuk kena lëshu pe, ja unë gjithçish këtë du ta marr. Ti e shes se ti kën një gjë. Përpiqesh edhe një herë, përpiqesh edhe një herë. Ndalu disa herë mendo. Ndoshta Allahu ta largon atë se nuk është hajr për ti. Ndoshta Allahu xheleshanu ta bën këtë dua. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Dhe unë kërkoj atë hajrin që ti e din që për mua është hajr.
pastaj wa'udhu bike min sharri ma ta'lam. Dhe kërkoj të mbrosh nga sherri që ti e din. Pse? Se ti mendon që ajo është hajr, ama ajo është sherr. Nlargom Allah mu për ato. Wa'udhu bike min sharri ma ta'lam wa astaghfiruka mimma ta'lam. Dhe kërkoj të më falish për ato çka e din ti. Pse? Se shumë herët i bën tobe, bën istighfar, por ka do mëkate që ekstra për ato duhet me e cek një istighfar, janë do mëkate, do gjinahe, e ti ato e ke haru ato të kërkosh ekstra dhe i thua Allahu Gjelleshanu, wa astaghfiruka mimma ta'lam. Dhe kërkoj të ma falish ato që ti e din. Unë edhe pse e kom haru, ti të ma falish, inneke ente allamul ghuyub, parasije se ti je ai i cili i din të gjitha të fshehurat.